Një aksident I rënd ka ndodhur te kura e Dajlanit në Durrës. Një automjet tip BMW X5 me drejtues 26 vjeçarin Arber Xhaxhaj ka humbur kontrollin dhe ka rënë nga mbikalimi. Pasagerja 18 vjeçare Vikena Greku humbi jetën në vend, ndërsa drejtuesi dhe 2 këmbësor u plagosën. Policia thotë se Xhaxha ishte I dehur dhe lëvizte me shpejtësi të madhe në drejtimin Tiranë-Durrës. Makina u shkatrua totalisht nga përplasja dhe zjarfiksit ndërhyn për të nxjerrë të plagosurit. Një pjesë e mbikalimit po asfaltohet, por megjithatë rruga kishte sinjalistik. Megjithatë do të jetë grupi hetimor që do të përcaktojë nëse gabimi I drejtuesit apo faktorë të tjerë shkaktuan aksidentin tragjik. Vetëm pak orë pas ngjarjes së rëndë, edhe pse I plagosur, policia ka arrestuar drejtuesin e mjetit Arber Xhaxhaj. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar bizneset, tokat dhe automjetet e shtetasit spanjoll Alvaro Romeo Castillo, të dyshuar për pastrim parash dhe përfitim të paligjshëm. Pasuria e sekuestruar arrin rreth 30 milion euro dhe dyshohet se është fituar përmes kompanive fiktive në Shqipëri dhe jashtë vendit. Hetimet e vitit 2025 zbuluan se Alvaro Romeo Castillo, së bashku me të atin dhe partneren e tij, kanë krijuar një skem mashtrimi ndërkombëtar, duke operuar në Spanjë, Portugali, SBA, Republikën Dominikane, Estoni dhe Shqipëri. Me kërkesë të prokurorisë janë sekuestruar shoqëri tregtare mbi 33 hektar tokë në dërmi, automjete luksoze dhe llogari bankare, të cilat dyshohet se janë produkti pastrimit të parave të veprave kriminale. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur hetimet ndaj një grupi që transportonte kokainë nga Amerika Latine në Shqipëri. Hetimi nisi pas zbulimit të 485 kg kokainë në frakull të Fierit të fshehur në plera kimik pranë banesës së ish funksionarit Viktor Çervanaku. Ndër të dyshuarit shqiptar janë Gejz Gejsullaj, Klajt Birçe, Aldi Zonja, Artion Çaushllari, Endi Sejdini, Ismail Abdurrahmani dhe Baki Huqi, ndërsa 3 shtetas të huaj përfshin 2 venezuelian dhe një kolumbian. Droga transportohej edhe përmes metodave të pazakonta si lëkura e kafshëve. SPA ka bashkëpunuar me institucione ndërkombëtare për të ndjekur rrjetin dhe çështja tani shkon për gjykim duke theksuar rëndësinë e këtij operacioni si një goditje të madhe kundër trafikut ndërkombëtar të drogës. Një 17 vjeçar nga Bajram Curri rezultoni humbur prej 2 ditësh, ndërsa familjarët nuk kanë mundur të kontaktojnë me të dhe jetojnë në ankth. Të shqetësuar, ata denoncuan rastin në komisariatin e Tropojës duke kërkuar ndihmë për gjetjen e tij. Policia njofton se po punohet intensivisht për lokalizimin e adoleshentit. Materialet ju referuan prokurorisë për veprimet mëtejshme, ndërsa gjeneralitetet dhe foto e të miturit janë shpërndarë në të gjitha pikat kufitare dhe komisariatet. Nga ana tjetër po bëhen gjithashtu përpjekje për gjetjen e tij përmes telefonit, rrjeteve sociale dhe formave të tjera të komunikimit, ndërsa autoritetet kërkojnë ndihmën e qytetarëve për çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e tij. Autoritetet dhe banorët vazhdojnë kërkimet për Jurgen Karajin, 30 vjeç, I cili dyshohet se është marrë nga rrjedha e projt pas aksidentit automobilistik në fshatin Dars, bashkia Klos, pak ditë më parë. Operacioni përfshin familjarët e të riut, policinë, zjarfiksit dhe efektiv të forcave të armatosura, duke kontrolluar shtratin e Lumit Mat deri në liçenin e Ulzës. Në momentin e aksidentit në makinë ishin drejtuesi 24 vjeçar Andi Llosha dhe pasageri Karaj. Llosha shpëtoi, por Karajin dyshohet se e mori rrjedha e projt. Policia arrestoi Lloshën, I cili rezultoi se kishte drejtuar automjetin në ndikimin e alkoolit dhe dyshohet se nuk I dha ndihmë viktimës. Operacioni për gjetjen e Karajit do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ndërsa familjarët presin me shpresë. Pas 4 muajsh nga zhdukja, autoritetet italiane gjetën trupin e 35 vjeçares shqiptare Floresha Prengu në Trento, pranë lumit Adige, 40 kilometra larg shtëpisë së saj. Familjarët identifikuan trupin e viktimës, e cila ishte nënë e 2 vajzave. Floresha u zhduk më 22 tetor të vitit kaluar, pasi doli herët për në punë dhe nuk u kthye deri pas dite. Burri I saj kishte dhënë menjëherë alarmin. Operacionet e kërkimit përfshin zjarfikës, zhytës e helikopter, por deri tani nuk dihen detaje mbi shkakun e vdekjes apo rrethanat e gjetjes. Miq dhe familjarët e përshkruajnë si një nënë të kujdesshme, duke vënë në dukje se nuk do të largojë kurrë nga vajzat e saj. Autoritetet vijojnë hetimet për të zbuluar rrethanat e ngjarjes. Policia greke ka arrestuar 2 shqiptar, 44 dhe 37 vjeç, për grabitjen e një dyqani pengjesh në Selanik. Ata hynë në dyqan në kërcënimin e armës, vodhën rreth 3.000 euro, çelësa makinash e bizhuteri dhe gjatë arratisjes pati edhe një të shtën, por pa lënduar askënd. Hetimet zbuluan se ata ishin pjesë e një grupi prej 5 personash, 3 të tjerët janë ende në kërkim. Gjurmët e gishtrinjve dhe sjellja e dyshuar e njërit prej grabitësve ndihmuan policinë të identifikonte autorët. Të 2 personat u kapën në zonat e Tombës dhe Katerinit, ndërsa makina e përdorur u kthye te pronari pas grabitjes. Autoritetet sekuestruan kapuç, doreza, telefona e para, ndërsa hetimet për pjesëtarët e tjerë të grupit vijojnë.
Mbi 160 kg kokainë janë sekuestruar në provincën e Bergamos gjatë një operacionit Guardia di Finanzas me vlerë të tregut rreth 20 milion euro. Dy shtetas me origjinë shqiptare u arrestuan në akuzën e trafikut të narkotikëve. Operacioni u zhvillua pas një kontrolli të koordinuar në zonat industriale dhe tregtare të Brescias dhe Bergamos, ku efektivët vënë re lëvizje të dyshimta të një automjeti të rënd tip tir. Drogën e ndarë në 150 pako drejtuesi i tir tentoi ta dorëzonte te një automjet tjetër, por forcat ndërhyn menjëherë dhe bllokuan të dy mjetet e personat e përfshirë. Pas procedurave hetimore, dy shtetasit shqiptar u dërguan në burgun e Bergamos dhe do të përballen me drejtsinë italiane për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Mbretëria e Bashkuar përmes ambasadës në Tiranë ka kërkuar ndihmë për arrestimin e 26 vjeçarit shqiptar Armando Marku, i dyshuar për vrasjen e Hemaund Ali Hussein në shtator 2019 në Hartlepool. Autoritetet britanike besojnë se Marku ka braktisur Mbretërinë e Bashkuar dhe ndodhet jashtë vendit, duke paralajmëruar se do të përdorin të gjitha metodat për ta kapur. Për këtë vrasje janë tashmë të dënuar disa persona, njëri vuan burgimin e përjetshëm, tjetri 15 vite burg, ndërsa dy të tjerë nga 19 secili. Hemaund Ali Hussein, 32 vjeç, u gjeti vrarë me armëzjarri në një shtëpi të rënuar, ndërsa policia britanike dhe ambasada kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar për të kapur Markun. Policia e Tiranës arrestoi një 30 vjeçar i dyshuar si autori i disa vjedhjeve në dyqane e zyra të një kompanie telefonike gjatë operacionit koduar Metoda. 30 vjeçari, banues në Tiranë, dyshohet se përdorte një mjet prerës thik për të kanosur punonjësit dhe për të marrë xhirot ditore. Ai u kap pak orë pas një vjedhje të fundit në rrugën e Dibrës, ku u gjetën paratë e vjedhura dhe mjeti prerës. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur edhe vjedhjet e tjera të dyshuara të kryera prej tij. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Mario Nikprelaj, 24 vjeç, është dënuar me 18 muaj burg federal pas përpjekjes së tij për të hapur derën e daljes emergjente gjatë një fluturimi në korrik 2025. Incidenti detyroi pilotin të bëjë një ulje emergjente në Iowa. Sipas autoriteteve amerikane, Nikprelaj refuzonte të vendoste rripin e sigurimit, kërcënoi styardesën dhe u ngrit në këmbë duke manipuluar derën, duke shkaktuar panik mes pasagerëve. Pas uljes, policia e arrestoi dhe gjeti në posedim një shishe me 41 pilula Xanax që nuk ishin në emrin e tij. Zyra e prokurorit vuri në dukje historikun e tij kriminal, përfshirë dënime për sulm, dhunë në familje dhe posedim droge. Nikprelaj do të kryejë gjithashtu 2 vite e lirim të mbikëqyrur pas dënimit. Policia e Kosovës ka apeluar tek qytetarët për të ndihmuar në identifikimin e 3 personave të shpallur në kërkim policor, sektori i hetimeve të Prishtinës me autorizim të prokurorisë. Kërkon çdo informacion që mund të ndihmojë në zbulimin e personave të dyshuar, të cilët shihen në foto. Ata dyshohen për përfshirje në veprat penale, prezantimi i rrejshëm si person zyrtar dhe sulm. Autoritetet theksojnë se bashkëpunimi i qytetarëve është kyç për zbardhjen e këtij rasti dhe ndihmon në kapjen e të dyshuarve dhe drejtësinë për rastin. Sot mbahet në gjykatën themelore të Prishtinës seanca e radhës për rastin Banjska, ku procedura është veçuar për 3 të akuzuarit në paraburgim: Blagoje Spajojevic, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Ata janë deklaruar të pafajshëm, ndërsa prokurori special Naima Bazi, mbrojtja dhe pala e dëmtuar kanë dhënë fjalën hyrëse. Gjykata ka refuzuar propozimin që gjykimi për 42 të akuzuarit e tjerë të vazhdojnë në mungesë. Për këtë pandehur është lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar dhe pritet ekstradimi i tyre. Rasti lidhet me sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023 në Banjs të Zveçanit, ku Rashteria Frimbunjaku dhe u rrezikuan jetët e të tjerëve. Sulmuesit përdorën dhunë dhe armë të rënda me qëllim shkëputjen e pjesës veriore të Kosovës dhe bashkimin e saj me Serbinë, ndërsa Milan Radojčić mori përgjegjësinë për aktin. Policia spanjolle ka çmontuar një rrjet të trafikut të kokainës, duke arrestuar 30 persona dhe sekuestruar 2.5 kg drog. Grupi kriminal i importonte sasi të mëdha kokaine nga Kolumbia në Spanjë, duke përdorur të rinj si transportues për të shpërndarë ngarkesën në anije në lëvizje. Hetimi nisi në tetor të vitit 2024, pasi policia gjeti 88 kg kokainë në një automjet në qytetin Mias. Operacioni çoi në zbulimin e 3 grupeve kriminale, përfshirë edhe një kartel ballkanik që punonin së bashku për të trafikuar sasi të mëdha droge. Autoritetet spanjolle lajmërojnë se rrjeti kishte potencial për të transportuar edhe më shumë drogë në tregun evropian dhe hetimet vijojnë për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë.